Në një atmosferë festive dhe me pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve dhe vizitorëve, Lezhë ka çelur zyrtarisht sezonin turistik veror. Ceremonia u zhvillua në bregdetin e Shëngjinit, i cili u gjallërua nga muzika, ushqimi tradicional dhe aktivitetet promovuese, duke prezantuar ofertën e pasur turistike të këtij rajoni. Të pranishëm në hapjen e sezonit turistik ishin autoritete vendore dhe qendrore, të cilët u shprehën se zona turistike të Lezhës po frekuentohen masivisht gjatë viteve të fundit dhe do të njohin një zhvillim të mëtejshëm përmes projekteve konkrete që synojnë përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve turistike. Lezhë duhet thënë me Shëngjinin, me Talen, me Ranën e Hedhur dhe me lagunën e Kunevajin ka të paktën 4 vite që nuk bie turizmi, por ngjitet. Në çdo fushë të themi në bujqësi, por edhe në turizëm, patjetër që bashkia ka bërë një punë të shkëlqyer dhe po vazhdon qoftë në infrastrukturë dhe çdo punë tjetër që afrohet turizmit, por edhe qytetit Lezhës. Sot niveli hotelier, niveli i përgatitjes së të gjithë restoranteve, së të gjithë strukturave akomoduese në Shëngjin është jashtëzakonshëm. Dhe për këtë ne jemi krenar dhe jemi të bindur që Shëngjini këtë sezon do të jetë një sukses akoma dhe më të madh se viti që kalua. Turistë dhe vizitorë u shprehën se Shëngjini dhe Lezhë në tërësi janë një vend i mrekullueshëm për të kaluar pushimet verore, duke vlerësuar gjithçka ofron ky rajon. Do veja theks veçantë tek pikpritja e Shëngjinit, kultura e cila është shumë e përbashkët, janë shumë mikpritës edhe afërsia që kemi është plazhi më i afërt për ne, pas Tales. Është një destinacion fantastik që mund të zgjidhet këtë verë për arsye sepse ofron turizëm, ofron shërbim, ofron komoditet, ofron gjithçka. Çelja e sezonit turistik në Lezhë shënon një nisje premtuese me pritshmëri të larta për një rritje të numrit të turistëve vendas dhe të huaj përgjatë Bregdetit dhe destinacioneve të tjera turistike të këtij rajoni.